Kush janë ato teknika që nuk funksionojnë dhe kush është teknika e vetme e fuqishme që të çon në meditim të vërtet dhe që të çon në çlirim ose në shërim. Unë kam vizatuar këtu trupin fizik, trupin emocional edhe trupin mental. Ato teknikat e shumta EFT, meditim me udhëheqje që ti i bën, nuk janë gjë tjetër veç se sugjestione për këta 3 trupa. Dhe ti nuk lidhesh as pak me atë që quhet shpirti apo vetja jote me më e lartë. Këto teknika kanë një funksion dhe ai nuk është shërimi, por është anestetizimi. Dhe ti po anestetizon atë që unë e quajta teknik, por në fakt nuk është teknik, si të arrish, domethënë nga dhimbja në çlirimin më të madh. Unë kam përgatitur një dokument, 7 hapa të rëndësishme se si ti të qëndrosh në dhimbje, ta vëzhgosh dhimbjen dhe të përjetosh atë që quhet çlirimi ose shërimi i vërtet. Komento shërimi dhe unë do ta dërgoj menjëherë në DM ose në email këtë dokument.